Të gjitha kam. Lirimin nga të gjitha akuzat të Recep Selimit e ka kërkuar përsëri të premten mbrojtja e tij para dhomave të specializuara të Kosovës në Hag. Në fjalën përfundimtare, avokati i Selimit Jeffrey Roberts tha se provat e ZPS-s kundër klientit që ai përfaqëson janë kontradiktore. Juve, nëse do shikoni dhe të vlerësoni me imtësi provat, do të mbërrini në këtë përfundim që zoti Selimi është tërësisht jo i fajshëm, pra është i pafajshëm për gjitha akuzat që ka ngritur ZPS-ja ndaj tij. Si rezultat, zoti Selimi duhet të deklarohet jo fajtor dhe duhet të lejojë që të vazhdojë të shkojë në vendin e vet, pranë familjes së vet në Kosovë. Kërkesën e njëjtë ndaj trupit gjykues e shprehu për klientin e tij edhe mbrojtja Jakub Krasniqit. Avokatja e Krasniqit tha se prokuroria i ka anashkaluar plotësisht provat shfaqësuese. Ju bëjmë thirrje të nderuar gjykatës që mbështetur në provat në dispozicion të shpallit pafajshëm zotin Krasniqi dhe lejoni këtë zotëri 75 vjeçar që të kthehet në familjen e vet dhe të kalojë vitet që i ka caktuar zoti me familjen e vet. Mbrojtja e Krasniqit do të vazhdojë fjalën përfundimtare të hënën paradite, pas së cilës trupi gjykues do të parashtrojë pyetje si dhe prokuroria e mbrojtësi i viktimave. Ndërsa të mërkurën, 4 të akuzuarit Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi do të thonë fjalimet e tyre nga 20 minuta kohë.